Me Albën është si në anijen e piratëve, stuhia dhe emocionet e papritura. Që nga momenti kur dola nga shtëpia e Big Brother, një pjesë e mendjes sime nuk u largua kur prej atij vendi. Por kur fillova të flas për Albën, gjithçka ndryshoi. Sepse ajo nuk është thjesht një banore, nuk është thjesht shoqe e lojës, ajo është si një anije në mes të detit të pafund, dhe ti nuk di nëse do të përplas valet apo do të çojë drejt diellit. Të jemi sinqert, me Albën është sikur je në një anije dhe të kapin dallgët nga një stujë e madhe. Një stujë që nuk e prisje, por që është pjesë e aventurës. Herë valë të fuqishme që të marrin frymën, herë që ta përplas fytyrën, por gjithmonë emocionuese. Ndonjëherë mendoj se po jetoj në film, si Pirati i Karaibeve, mes ujrave të turbullta, me rreziqe të fshehura dhe momente që të mbajnë në skajin e ulses. Ka momente kur gjithçka duket e qetë. Ne qeshim, flasim, ndjejmë se gjithçka është normale. Albën e kupton si njëri i zgjuar, i drejtë dhe i qetë. Por pastaj, papritur, godet një valë që trondit gjithçka. Një debat, një keqkuptim, një emocione e papritur, dhe ndihesh sikur po mbytesh. Por ajo nuk të lë. Në ato momente, e di se nuk je vetëm. Ajo është aty, duke të mbajtur fort në anijen e saj të çuditshme, duke të ndihmuar të ngrihesh. Eksitimi është gjithmonë prezent. Çdo hap, çdo fjalë, çdo veprim me Albën është si të ecësh mbi një litar mbi detin e trazuar. Nuk e di çfarë do ndodh pas sekondës tjetër, por di që do jetë ndryshe. Mund të qeshësh, mund të mërzitesh, mund të tronditesh, por çdo ndjesi është e fuqishme dhe e paharrueshme. Unë e vlerësoj këtë eksperiencë sepse nuk është e zakonshme të gjesh dikë që të përmban dhe të sfidon njëkohësisht. Ajo të mëson durimin, të mëson të besosh, të mëson të qëndrosh i fortë. Dhe megjithse stuhit janë të shumta, ka edhe ditë të bukura ku dielli depërton mbi ujërat e trazuara, ku buzëqeshja e saj të bën të ndihesh sikur je në port të qetë pas çdo aventure. Ajo nuk është vetëm një shok ose shoqë lojë, është një partner në një udhëtim që nganjëherë është emocionues, nganjëherë i rrezikshëm, por gjithmonë i paharrueshëm. Si piratët që kapen pas një thesari të fshehur, ti e ndjen këtë aventurë në çdo qelizë të trupit. Kur flas për Albën me njerëzit jashtë, shpesh e krahasoj këtë eksperiencë me një det të madh. Nuk mund ta parashikosh, nuk mund ta ndalosh valën, nuk mund të shmangësh stuhin. Por kur je aty, në anijen e saj, gjithçka duket e drejtë. Sepse ajo të bën të ndihesh i gjallë, i vëmendshëm, i përfshirë. Dhe kjo është gjëja më e bukur. Edhe pse ndonjëherë stuhit janë të forta dhe të lodhin, ndonjëherë valet të kapin papritmas, të gjithë momentet e kësaj anijeje të përbashkët kanë një kuptim. Ato të tregojnë se aventura më e madhe nuk është fitimi ose humbja, por ndarja e saj me dikë që e ndan botën tënde në mënyrë kaq të sinqertë dhe të fuqishme. Në fund, të qëndrosh me Albën është të pranosh se do të ketë stuhi, do të ketë dallgë, do të. Fjala e limit për Dolcen, bukuria e saj nuk është veç në fytyrë. Që nga dita kur dola nga shtëpia, më pyesin shpesh për shumë gjëra, për lojën, për gabimet e mia, për Albën, për gjithçka që mbeti pezull. Por kur më përmendet emri i Dolces, zëri më ndryshon vetvetiu. Sepse ajo nuk ishte thjesht një banore tjetër për mua, ishte njeriu që më tregoi se brenda atyre mureve mund të gjesh edhe qetësi, jo vetëm stuhi. Dolce është shumë femër e bukur, këtë e sheh kushdo që e takon. Por bukuria e saj e vërtet nuk është ajo që kap kamera. Është mënyra si flet me qetësi, si të dëgjon pa të ndërprer, si di të kuptoj edhe kur ti vet nuk e kupton veten. Në atë shtëpi ku nervat ngrihen shpejt, ku fjalët shpesh dalin pa filtr, ajo kishte një klasë që rrallë e kam parë. Nuk i kalonte limitet, nuk e përdorte zërin për të lënduar, nuk luante me ndjenjat e askujt. Për mua kjo vlente më shumë se çdo strategji. E kam thënë edhe kur isha brenda, e vlerësoj shumë Dolcen. Jo si figurë loje, por si njeri. Ajo dinte të më qetësonte kur isha i acaruar, të më thoshte prit pak, mendoje edhe një herë. Shpesh nuk e dëgjoja, dhe sot jashtë e kuptoj sa shumë të drejtë kishte. Kur e shoh tani nga ekrani, më duket edhe më e fortë. Ka mbetur e njëjta, e qetë, e matur, me atë buzëqeshjen e lehtë që nuk bën shurmë. Nuk u shndërrua nga loja, nuk e humbi veten për vota. Kjo më bën ta respektoj edhe më tepër. Do t'i dërgoja shumë puthje po ta kisha përballë. Jo puthje spektakli, por puthje mirënjohjeje për çdo moment njerëzor që më dhuroi aty brenda. Sepse në mesin e gjithë atij kaosi, ajo ishte një vend i sigurt. Shpesh më pyesin, a të mungon?
Po, më mungon biseda me të në obor, mënyra si pinte kafen nga dal, si më thoshte mos unë nxeh kot, lim. Më mungon sinqeriteti i saj që nuk kërkon të asgjë mbrapsht. Unë e di që rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë. Ka kaluar keqkuptime, fjalë, paragjykime. Por ajo nuk u ul në nivelin e askujt. Kjo është fitore më e madhe se çdo çmim. Sot nga jashtë. Dua t'i them diçka të thjeshtë. Mirë se të vish në finale, Dolce. E meriton të jesh aty. Jo sepse je e bukur, por sepse je e drejtë. Sepse nuk i shkele kufit e askujt për të ecur përpara. Sepse mbete vetvetja kur ishte më e vështira gjë për t'u bërë. Nëse një ditë do të takohemi jashtë, dua t'ja them në sy këto fjalë. T'i them faleminderit për durimin që pati me mua, për respektin që ma dha edhe kur unë nuk e meritoja plotësisht. Shumë njerëz mendojnë se në Big Brother krijohen vetëm intriga. Unë them se ndonjëherë krijohen edhe lidhje njerëzore që vlen. Dolce ishte një prej tyre. Kur të hyj në finale, dua ta shoh me kokën lart. Dua që publiku ta shoh atë që kam parë unë, një vajzë me klasë, me zemër të mirë, që nuk e ngatëroi kur lojën me dinjitetin. I dërgoj nga larg shumë puthje dhe shumë respekt. Dhe mbi të gjitha i dërgoj një urim të sinqert. Ec përpara deri në fund. Finalja të pret dhe ti i shkon shumë asaj dere. Në Big Brother Kosova ekziston një rregull i pashkruar. Mund të luash me strategji, me aleanca, me heshtje, por jo me mendje të hapura për nominime të koordinuara. Ajo mbrëmje tregoi se kufiri mes lojës dhe shkeljes është më i hollë se fija e flokut. Gjithçka nisi pas dite, kur në obor u krijuai ashtu quajturi treshi për sheshi Heliona, Klodi dhe lëndrimi. Ata po flisnin me zë të ulët, duke hedhur ide se kush duhej nxjerrë në nominim javën e ardhshme. Nuk ishte bisedë e rastësishme, ishte plan i pastër, me emra konkret, me arsyetime, me llogari votash. Kamerat e kapën çdo fjalë. Publiku jashtë e kuptoi menjëherë se po shkelej një nga rregullat më të forta të formatit. Brenda shtëpisë, megjithatë, askush nuk e mendonte se ndëshkimi do të vinte kaq shpejt. Mbrëmja po binte kur zëri i vëllait të madh jehoi në altoparlant. Banor, mblidhuni të gjithë në sallon. Toni i ftohtë nuk paralajmëronte asgjë të mirë. Në tavolinën e mesit qëndronte zarfi i zi, simboli i frikës së çdo banori. Sa po e pan, fytyrat u zbehen. Disa ulën kokën, të tjerë filluan të hamendësonin. Eliona i hodhi një shikim të shpejt Klodit. Lëndrimi kafshoi buzën. Ata e ndjen të parët se stuhia po vinte drejt tyre. Zarfi u hap nga një prej banorëve. Zëri që lexonte dridhej. Vëllai i madh ka vërejtur biseda të koordinuara për nominime, gjë që është ndaluar. Për këtë arsye, banorët Eliona, Klodi dhe lëndrimi shkojnë automatikisht në nominim kokë më kokë. Një heshtje e rëndë mbuloi dhomën. U dëgjua vetëm frymëmarrja e shpejtuar e tre të përmendurve. Banorët e tjerë u pan mes vete, disa me habi, disa me një lloj lehtësimi të fshehtë. Eliona u ngrit e para. Kjo është e padrejtë, tha. Ne thjesht po bisedonim si gjithë të tjerët. Klodi u përpoq të ruante qetësinë, por fytyra e tradhtonte. Nuk kemi bërë plan, kemi dhënë mendime, shtoi ai. Lëndrimi, zakonisht më i zëshmi, mbeti i heshtur. E dinte se fjalët e tyre ishin më shumë se mendime. Ishin llogari të pastra loje. Reagimet nis. Në menjëherë. Disa banorë përkrahën vendimin, duke thënë se rregulli është rregull. Të tjerë e panë si mas të ashpër. Diskutimet u ndezën. Po të gjithë flasim për nominime, tha njëra nga vajzat. Po jo me marrëveshje të hapur, ja ktheu një tjetër. Treshi u izolua emocionalisht brenda pak minutash. Aleancat e djeshme u bën të paqarta. Secili filloi të mendonte për lëkurën e vet. Eliona u mbyll në dhomën e gjumit dhe qau në heshtje. Ajo e kishte frikë daljen, e kishte frikë mënyrën si do ta gjykonte publiku. Klodi ul në obor, me duar në kokë, duke përsëritur se kishte bërë gabim që ishte futur në atë bisedë. Lëndrimi shëtiste pa drejtim, herë nervoz, herë i dorëzuar. Shtëpia ndryshoi klim brenda një ore. Misit u vunë në provë. Disa filluan të distancoheshin nga treshja, nga frika se mos ndëshkimi prekte edhe ata. Loja mori një kthes të ftohtë. Më vonë, vëllai i madh thirri sërish.
Ky nominim është për të kujtuar se loja luhet individualisht, jo me pazare. Fjalët ranë. Mëngjeset në Big Brother zakonisht zgjohen me shumë filxhanësh, me biseda të përgjumura dhe me shaka të lehta. Por ai mëngjes nuk i ngjante asnjë tjetri. Në dhomën e gjumit drita hyri e zbeth, ndërsa Dolce u ngrit me një ndjesi të çuditshme në trup. Barku i dhemte, koka i sillej dhe një valë e papritur të përzirash e detyroi të vraponte drejt banjos. Askush nuk e vuri re në fillim. Vetëm Hygerta, që po rregullonte flokët para pasqyrës, dëgjoi zhurmën e derës dhe e pa Dolcen të zbeth si letër. Pas pak erdhi edhe Limi, ende me sytë gjysmë të mbyllur nga gjumi. "Çfarë ke?" e pyeti ai me një zë ku përzihej përkujdesja dhe frika. Dolce lau fytyrën me ujë të ftohtë, mori frym thellë dhe i pa të dy në sy. Heshti disa sekonda, sikur po kërkonte guximin për ta thënë me zë mendimin që po e torturonte. "Më duket se kam ngelur 7 zën." Fjala ra sigur në dysheme. Hygerta hapi sytë e habitur, ndërsa Limi u mbështet pas murit, sikur dikush t'i kishte hequr forcën nga këmbët. "Çfarë po thua, Dolce?" belbëzoi ai. Ajo ngriti supet. "Nuk e di, kam ditë që nuk jam mirë. Të vjella, dhimbje barku dhe kam një ndjesi që se kam pasur kurrë." Në atë banjo të vogël u krijua një botë më vete. Jashtë vazhdonte rutina e shtëpisë, por brenda 3 njerëz po përballeshin me një lajm që mund t'ua ndryshonte jetën. Limi u ul në cep të vaskës. Fytyra i humbi ngjyrën. Në kokë i kaluan 1000 mendime njëherësh, kamerat, familja jashtë, Alba, publiku, përgjegjësia e madhe e një fëmije. "Mos ta marr vesh Alba," tha instinktivisht. "Do bëhet dramë e madhe." Hygerta e pa me qortim. "Kjo nuk është çështje drame, por jete," ia ktheu ajo. Dolce nuk po mendonte për asnjë lojë. Ajo po prekte barkun me dorë, e trembur dhe e hutuar. Në mendje i vinin imazhet të nënës së saj, të jetës jashtë, të ëndrave që nuk e kishin përfshirë kurrë këtë skenar. "Unë s'jam gati," pëshpëriti. "Po nëse është e vërtetë?" Limi u ngrit dhe u përpoq të duke i fortë. I kapi duart. "Do e përballojmë bashkë," tha, edhe pse as vetë nuk e besonte plotësisht fjalën që sapo kishte thënë. Zhurma e shtëpisë po afrohej. Banorët po zgjoheshin, dikush thërriste për kafe, dikush qeshte me zë të lartë. Brenda banjos, megjithatë, koha kishte ndaluar. Dolce filloi të qante në heshtje. "Kam frikë, Lim. Frikë nga çdo gjë." Ai e përqafoi, ndërsa Hygerta qëndronte si dëshmitare e një sekreti të rëndë. Ajo u bë ura e parë e arsyes, u foli për test, për mjek, për qetësi, për faktin se asgjë nuk vendoset me panik. Por fjala 7 zën tashmë kishte dalë dhe nuk kthehej më pas. Kur dolën nga banjo, shtëpia ju duk tjetër. Çdo shikim i banorëve ju duk i dyshim, çdo kamerë më e afërt se zakonisht. Alba po pinte kafe në obor dhe qeshte me dikë. Limi e pa dhe zemra ju shtrëngua. "Si t'ja them asaj," mendoi. Dolce u ul në divan, e heshtur. Brenda saj po zhvilloi një betejë e madhe, mes frikës dhe një ndjenje të çuditshme butësie për atë mundësi jete. Ajo nuk donte skandal, as dramë televizive. Donte vetë. Në Big Brother Kosova nuk ka asgjë më të rrezikshme se një derë gjysmë e hapur dhe një sekret i menduar i sigurt. Aty brenda, e vërteta ka këmbë të lehta. Ajo natë do të mbahet mend pikërisht për këtë, për një puthje të fshehur keq dhe për një zemër të thyer hapur. Alba nuk po kërkonte asgjë. Po ecte nëpër korridor me një qetësi të zakonshme, kur zërat e ulet nga këndi pranë dhomës së gjumit i tërhoqën vëmendjen. Aty pa atë që nuk ishte gati ta shite, Limin dhe Dolcen të afruar, në një puthje që nuk linte vend për keq kuptime. Koha ju ndal për disa sekonda. Në fytyrën e saj kaluan njëherësh habia, dhimbja dhe inati. Ajo nuk ishte thjesht një skenë xhelozie, ishte momenti kur një iluzion u rrëzua për dhe. "Me mua nuk ke më punë," i tha Limit me zë që i dridhej, por që mbante brenda një vendosmëri të ftohtë. Fjalët e saj u përplasën me muret e shtëpisë. Dolce u tërhoq e hutuar, ndërsa Limi mbeti pa tekst, sikur dikush t'i kishte hequr tokën poshtë këmbëve. Ai u përpoq të fliste, të shpjegonte, por asnjë shpjegim nuk mund ta fshinte atë që sytë e Albës kishin parë. Shpërthimi i saj ishte i ashpër, i drejt për drejt. Ajo e akuzoi për mungesë sinqeriteti, për lojë me ndjenjat, për dy fytyrësi.
Fjalët i dilnin si dallg të një pasnjëshme, jo nga dëshira për të poshtëruar, por nga dhimbja e një njeriu që ndihet i zëvendësuar. Shko dhe merru me zgjedhjet e tua, i tha ajo, duke e prerë çdo urë mes tyre. Banorët e tjerë u mblodhen të hutuar. Disa u përpoqën ta qetësonin, të tjerë vetëm vështronin në heshtje. Atmosfera u bë e rëndë, gati e papërballueshme. Kamera kapte çdo detaj, duart e Albës që dridheshin, sytë e Limit që shmangnin shikimin, Dolcen që rrinte e ngrirë mes fajit dhe mbrojtjes. Limi u përpoq të fliste më vonë me të. I tha se gjërat kishin ndodhur shpejt, se nuk kishte dashur ta lëndonte, se ndjenjat brenda asaj shtëpie janë të ngatëruara. Por Alba nuk kërkonte analiza, kërkonte të vërtetën që nuk e kishte marrë në kohë. Duhej të ishe burr dhe të flisë. Je para se të veproje, ja ktheu ajo. Ky moment e ndau shtëpinë në dy pjesë. Disa e mbështetën Albën, duke e parë si viktimë të një loje emocionale. Të tjerë menduan se ajo reagoi ashpër nga xhelozia. Por askush nuk mund ta mohonte se aty kishte dhimbje reale. Dolce u përpoq të qëndronte larg konfliktit, por emri i saj ishte tashmë në qendër të stuhisë. Ajo tha se nuk kishte dashur të lëndonte askënd, se gjërat kishin rrjedhur pa plan. Megjithatë pesha e asaj puthjeje ishte bërë shumë e madhe. Netët pasuese u mbushën me heshtje të sikletshme. Alba u mbyll më shumë në vetvete, Limi ecte si hije duke kërkuar një mundësi për të rregulluar të parregullueshmen. Shtëpia humbi lehtësinë që kishte pasur. Kjo histori tregoi edhe një herë se në Big Brother ndjenjat nuk janë lojë. Një veprim i vetëm mund të rrëzojë ura që janë ndërtuar me javë. Alba nuk humbi vetëm një pëlqim, humbi besimin. Dhe besimi aty brenda është monedha më e shtrenjtë. Ndoshta koha do të qetësoj gjithçka, ndoshta jo.